Kandidati për kryetar komune nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, Valbon Limani, sot ka vijuar fushatën duke bashkëbiseduar me qytetarët dhe afaristët. Ai gjatë këtyre aktiviteteve është shoqëruar nga aktivistë dhe strukturat e partive të koalicionit. Takimet sipas Limanit janë mjaft të rëndësishme pasi sugjerimet e qytetarëve i merr në mënyrë të drejtë për drejtë. Sot një aktivitet i radhës me aktivistët dhe me strukturat e partisë, vazhdojmë kontakte të drejtë për drejtë edhe me qytetarët, por edhe afaristët. Sot do të kemi lëvizje në pjesën qendrore të qytetit, shumicën e fshatrave më veç që kemi vizituar, na kanë mbetë edhe disa fshatra. Mendojmë që kjo është mënyra më e mirë për të pas një përgjigje apo një feedback për qytetarëve çka dhe si mendojnë. Deri tani atmosfera është tepër pozitive dhe shpresojmë se kështu do të vazhdon deri në ditën e zgjedhjeve. Gjatë fundjavës, Limani thotë se ka vizituar Malsinë e Gosivarit, vendbanime dhe lagje të qytetit, aktivitete këto që i konsideron mjaft domethënëse dhe të rëndësishme për këtë pikë të fushatës zgjedhore. Gjatë vikendit kemi qenë edhe në Malsinë e Gosivarit, në fshatrat e Malsisë, edhe disa fshatra tjera, kemi qenë edhe në Zdunjë. Gjithandej ka shumë njerëz të cilët na presin, ka entuziazëm, shohin se ka një shkëndijë të re, le të themi, në politikën shqiptare, me gjithë ekipin me të cilën i vizitojmë këto vendbanime, edhe besoj që të njëjtën do ta, le të themi, materializojmë më 11 janar. Ai njofton se gjatë këtyre takimeve janë shkëmbyer mendime dhe qëndrime lidhur me zgjedhjet e 11 janarit dhe procesin zgjedhor në përgjithësi. Limani thekson se ka kërkuar nga banorët që së bashku të rikonfirmojnë fitoren e zgjedhjeve të 18 nëntorit, ku ai mori rreth 17.000 vota, por për shkak të mosarritjes së cenzusit, ato nuk vlejtën dhe procesi do të ripërsëritet më 11 janar.